Ndërsa kodi ma universal për me i qelë zemra cili është, nuk është fjala, është vepra. është vepra e mirë, është mirësjellja, është gatishmëria jote, e secilit prej neve, me i bë mirë tjetrit për hir të Zotit gjithsesi. E atë pjesën tjetër të zemrës edhe të shpirtit ti, leja Zotit, le të bën Zoti i ti çka don me to, se funit na as zemrat tona nuk i kena në dorë në mënyrë autonome ose me autonomi të plot. Allahu na ka në dorë. Qohet njerin sabaj disponum, mas dite është i mrolën. Qohet në sabaj i gëzum, mas dite është i dhënum. Zoti na ruaj dikush qohet në sabaj besimtar, mas dite jam ndoshta e mrin në gjendje tjetër. Edhe kjo është e mundur. Pse? Se zemrat janë shumë jo stabile. Veç Allahu mundet me i majtë dhe me i stabilizu. Ne nuk kemi pushtet, as mi zemrat tona, as mi zemrat e hallkut, mirë po kemi përgjegjësi qysh po sillemi, edhe sa po bojmë mirë, edhe sa po bojmë të dobishëm. Kur e kuptojmë këto, mendoj se nuk na mbetet tjetër veç se me u sill edhe me ofru. Allahu i madhruar na udhëzoftë, na ndihmoft.